Cilat janë sfidat më të mëdha kur vjen puna te trajtimi i obezitetit përmes këtyre medikamenteve? Spari, duhet të them se zbulimi i këtyre dy medikamenteve është një zbulim i cili ndryshon komplet konceptin shkencës dietologjisë dhe nutricionit. Është një revolucion i cili do të luajë rolin të madh në historinë e njerëzimit dhe dimensioni është aq i madh sa firma Novo Nordisk, e cila prodhon Ozempikun, ka fuqinë ekonomike, vlerëse më të madhe se komplet ekonomia e Danimarkës. Kurse firma Eli Lilly, cila është në Amerikë për vitin 2023, i cila ka kriju një hormon që quhet Mounjaro, tizapatit, është aq i fuqishëm sa konsiderohet si mbretëresha e mbretëreshave në këtë fushë, dhe firma Eli Lilly në vitin 2024 ka qenë firma më me fuqinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kush ka blej aksionin kësaj firmës është me fat. Tash e kishin nxjerrë në 2025 edhe një retratrutide. Retratrutide. Po. Nuk është, akoma nuk e ka marrë... Është eksperimentale. Jo, akoma nuk e ka marrë... Kjo është edhe më fuqishme se kjo, po akoma nuk e ka marrë licencën prej Agjencisë Federale të Medikamenteve të Shtetit Bashkuar. Kjo do të vinë treg, po s'është treg. Gjithashtu, do të kemi në 10 viteve edhe dikun 200 produkte tilla, dhe shpresa është që këto produkte do të prodhohen që të merren mjë orale. Sepse për momentin aplikimi i tyre është pak kompleks dhe bëhet me një injekcion, i cili jap një. Prandaj besojmë që brenda 5 deri në 10 viteve do të kemi dy përpasi që kjo medikamente prodhohet me aplikacion oral, dhe pastaj prodhohen edhe generika, me qenë se për momentin çmimet janë aq shtrejta sa, si thashë më herët, ekonomia e Danimarkës vun prej kompanisë Ozempic, sepse ka fuqinë më të madhe ekonomike, dhe e kemi pas një rasti me kompaninë Pfizer në kohën e Covidit, kur o prodhu vakcina kundër Covidit, kompania Pfizer ka ndikuar aq shumë në botë sa ndryshohet edhe mekanizmi i menaxhimit të qeverive të shteteve përkatëse.